Jemi rikthyer dhe tashmë kam nderin dhe kënaqësinë që të kem Afërtita Zajan këtu në studio, e cila siç thash edhe më herët ka ardhur enkas nga Norvegjia për të folur. Sot do të fokusohemi te meditimi, sepse Afërdita në fakt është një person që është, le të themi, ka ekspertizë në disa fusha dhe e di që mund të flitet shumë gjëra, por që sot fokusin do ta kemi te meditimi Lotus Ocean. Do të na tregoj pak më gjerë se çfarë është, si ndihmon njerëzit. Afërdita, shumë faleminderit që je pjesë e emisionit, mirë se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi dhe për mua. Kënaqësi shumë e madhe në fakt, sepse e di që ke marrë rrugë të gjatë nga Norvegjia për të ardhur drejt Prishtinës, më pas edhe në Shkup, kështu që për mua është shumë kënaqësi dhe të falenderoj shumë që je pjesë e emisionit. Dua ta fillojmë një herë si ke filluar ti me meditimin, pa dalur në ato temat për të na treguar se çfarë është meditimi, çfarë është meditimi Lotus Ocean, si ke filluar ti me meditimin, sepse ti ke studiuar edhe për inxhinieri të ndërtimit, apo ke bërë masterin për inxhinieri ndërtimi. Kam punuar shumë vite, domethënë dhe nuk është se thoja që kjo është i gjithçka, kjo është i gjithë jeta. Dhe më brenda ajo gjëra nga brenda që domethënë çfarë do të punoj gjithë jetës dhe pastaj domethënë çfarë ndodh pastaj. Dua të di më shumë për jetën dhe të zbuloj më tepër dituri, të vërtet. Pastaj unë pata fatin që të takohesha në fakt me profesorin Petrozhej në 2013-ën. Ku aty u bëra nxënësja e tij në Shqipëri dhe më mësoi domethënë dituri të ndryshme, të fushave të ndryshme, sidomos mbi shkencën e etimologjisë, që kemi bërë dhe librin Vizioni mistik i universit të norvegjishtja. Kemi zbërthyer të gjithë norvegjishten. Dhe gjuhët skandinave me shkencën e etimologjisë, po ndërkohë mësova dhe gjëra të tjera. Dhe kjo gjë më bëri të kuptoj më tepër se çfarë është kjo bota ku ndodhemi këtu, çfarë duhet bëjmë që të ndihem më mirë. Si t'jam mësoj dhe të tjerëve këtë gjë. Pastaj u njofta dhe me gurun Prashant Trivedi që më mësoj si bëhet ky lloj meditimi Lotus Ocean, që është shumë i veçantë nga meditimet e tjera. Sepse unë meditime dhe yoga gjithë kemi qef neve, domethënë, ne goca sidomos, kam një 20 vjet që merrem, por ky lloj meditimi Lotus Ocean është krejtësisht ndryshe. Dhe me që unë merrem dhe me gjuhësi, në fakt fjala meditim, edhe pse ka 100 lloje meditimesh në ditën e sotme, vetëm një meditim ka, në fakt, në të vërtetë. Sepse fjala meditim vjen nga medi dhe tim. Dhe medi do të thotë, në gjithë gjuhët e botës do të thotë në mes, middle, medium, medi, në shqip mid is, mid, ndërmjet. Pra diçka që është në mes, për shembull të djathtas ose të majtës, të sipër poshtë, diçka që është në mes. Dhe të gjesh mesin tënd, në qoftë se je në gjendje të gjesh mesin tënd, ti je duke medituar. Interesante. Pra meditimi nuk është kështu që i mbyllin sytë dhe futesh në atë botën mendore. Domethënë imagjinatës ose shkon i shmangesh realitetit të jetës tënde. Nuk është ajo meditim. Meditim është ti je me sy hapur, ti je me trup të qëndërzuar, ti je të flasësh me qendra e gojës, por duhet thuash dhe mantra në shqip, për shembull. Shumë interesante, në fakt, sepse jemi mësuar pikërisht me këtë meditimin. Kemi dëgjuar shumë, ka njerëz që shkojnë në meditim dhe janë mësuar me këtë meditimin standard, le të themi, që i mbyllin sytë dhe tash mendoje këtë, mendoje atë dhe shkojnë në një botë krejt tjetër dhe më pas disa e përjetojnë këtë dhe ndihen më të qetësuar, por kur hapin sytë, për një kohë shumë të shkurtër. Vjen shqetësimet përsëri. Pikërisht. Sepse kur njeriu mbyll sytë, atëherë energjia në mendja fiton më shumë shpejtësi. Do të thotë në 1 minutë ti ke shumë mendime. Do të thotë ti nuk po mediton. Do të thotë ti nuk po bën atë që duhet bëje. Sepse kur mbyllim syt, domethënë nuk është mirë në një farë mënyrë, sepse syt i mbyllim kur flejmë gjumë ose diçka, kur je trupi është i qetësuar. Por gjatë ditës mirë është të jemi me sy hapur, të jemi të vetëdijshëm, çfarë duhet bësh, çfarë mos bësh, të jesh në qendër. Truri yt i majt, truri i djathtë është në balancë, trupi yt është në balancë, të gjitha energjitë tuaja në balancë, atëherë ti do të kesh një energji më të mirë për veten. Në fakt dhe bësh rrezë dritë edhe për të tjerët. Po si ta bëjmë këtë? Na trego tash. Si do ta bëjmë këtë? Ja për shkak ky Yshylberi nuk e di a shikojnë. Një nga gjërat e tjera që mësojmë është dhe lidhja me elementet e natyrës. Të lidhesh me natyrën, domethënë natyra të përgjigjet ty. Duket si magjike? Po. Dhe nuk është vetëm hera e parë. Unë domethënë pasi fillova të bëja meditimin Lotus Ocean, në fakt shumë edhe studentët e mi Lotus Ocean i përjetojnë këtë gjëra, sepse thjesht zëri që ti flet ka shumë është shërim. Zëri është gjëja më e mirë që ti ke. Në fakt është arma më e fuqishme e njeriut për të balancuar mendimet, për të sjellë një energji pozitive, për të mos menduar shumë. Është e vetmja mënyrë është zëri do të thotë ti duhet thuash mantrat.
Për shembull, si të meditojmë neve tani këtu, okay. Ratë parë duhet postura e trupit e qëndërzuar, ja për shembull dhe kjo, unë jam këtu në këmbë, këtu jam afër shtëpisë time, një ylber tjetër këtu. Dhe kjo është postura e qëndërzimit të trupit, në fakt. Edhe ylberi do të pyes edhe çfarë simbolizon, po vazhdoje një këtë pastaj. Unë në fakt edhe shpjegimin e ylberit e kam bërë me këngë. Se arti është për të sqaruar gjërat vërteta që janë të gjithmonë të vërteta dhe mund ta thuash nëpërmjet këngës në fakt është më e fuqishme sepse prapë është tingull zëri. Por kur mantra, fjala mantra, ke dëgjuar mantra? Mantra nuk është që duhet ta thuash në një gjuhë të huaj, mantrën e themi në shqip. Po. Për shembull tani jemi me trup të qëndërzuar deri diku, se kemi karrige, më mirë është në tokë. Po. Dhe të thuash diçka nga qendra e gojës është mantra. Një vërtet që është vërtet në gjitha korat. Për shembull, asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër, është mantra. Asnjë njeri nuk mund të zotërojë një njeri tjetër, edhe është mantra sepse është vërtet. Po. Por ta thuash këtë gjë ti nga qendra e gojës është e fuqishme. Sidomos pra kur e thua, domethënë nga qendra e gojës dhe po ta përsërisin edhe të tjerët, është krijon një energji shumë mirë pozitive. Ose unë jam një qenie. Ti je një qenie gjithmonë. Po. Ti ke qenë një qenie më përpara, pra ke ekzistuar, qenie do thotë ekzistoj, me qen. Ekzistoj tani, jam një qenie tani, kam këtë emër, kam këtë jetë, kam këtë trup dhe do të ekzistoj gjithmonë. Pra do të jem një qenie. Dhe unë jam një qenie në fakt është një nga mantrat e fillestare që i fillojmë tek meditimi Lotus Ocean. Pra je me zë, ke trupin e qëndërzuar, dhe domethënë përpiqu ta sjellësh frymën tënde në qendër. Të flasësh nga qendra e gojës e mëson vetëm tek meditimi Lotus Ocean dhe në fakt është shërim. Sepse edhe fjala medicin vjen nga medi, si meditim, medi. Po. Shërimi është të gjesh qendrën tënde. Pra shërimi është nga brenda, e jo nga përjashta. Kur e din se ku je, është kjo qendra dhe ti je këtu apo? Ti je këtu dhe mund të mësosh akoma më tepër dituri që ku është toka ku ti ndodhesh. Bota, në aspektin e kosmosit. Po. Ku je ti, pse ka ardhur këtu? Shumë interesant. Ku do shkosh? Të gjithë këto gjëra sigurisht je përgjigje meditimi Lotus Ocean, por një guru ose një mësues, për shembull në rastin tim unë, të gjithë nxënësit janë të qëndërzuar sepse kur je i qëndërzuar je i përqendruar. Fjala përqendruar do thotë qëndruar, që vjen nga qendra. Qëndroj. Prapa ty domethënë, prapa është për të qëndruar. Gjithçka është mesi. Ilaçi më i mirë për çdo problem fizik, mendor dhe shpirtëror është të gjesh mesin tënd, që është meditimi. Po. Pra meditimi mund ta bësh kur të duash, kur je në punë këtu, ti flet, vetëm ke kujdes që të dalë zëri nga qendra e gojës. Dhe për këtë duhen disa seanca. Po. Por ja këtu për shembull po prek pemën, gjëja e parë që unë do t'i këshilloja gjithë njerëzit që na shikojnë dhe që është praktike shumë është thjesht të bëjnë tokëzimin. Të prekin këmbëzbathur, barin ose tokën, dhe në qoftë se është shumë ftohtë, mund të prekin një pemë, sepse pema ka rënjët në tokë dhe energjia elektromagnetike e tokës kalon gjithashtu në pemë dhe shkon tek porët e duarve të tua. Po sot prekësh një pemë, të shohin çik njerëzit. Çfarë ka ndodhur? Ose, domethënë, mund të rish këmbëzbathur. Për shembull, kur shkon ti në plazh, që është ajo ndjesia shumë e mirë, është je këmbëzbathur, ke detin, elementin e ujtit, ke tokën, ke ajrin, ke zjarrin që është dielli, ke qiellin. Domethënë, je në kontakt me elementet e natyrës, prandaj ndihemi mirë. Por tokëzimin unë këshilloj njerëzve ta bëjnë 5 minuta, 10 minuta për ditë. Çdo kush mund ta bëjë, ka një obor përjashta, preket tokën. Po. Sepse truri ynë është elektrik, nervat e këto gjërat, dhe neve kur prekim tokën me shputat e këmbës, pa çorape, pa kpuc, pa taka. Po, sigurisht. Atëherë energjia elektromagnetike e tokës rrihet në trupin tënd, sepse ne jemi pjesë e natyrës. Dhe çdo pajisje elektrike në shtëpinë tonë, unë e them shpesh, soba, frigoriferi, se unë jam dhe inxhinier, apo jo? Ta lidhim pak dhe me inxhinier. Domethënë, çdo pajisje elektrike ka një tel që shkon dhe bën tokëzimin. Por ndryshe ajo plotëset. Por neve njerëzit që kemi dhe në energji elektrike, nervat, celulari që domethënë kemi gjithë ditën, flem, njerëzit flenë dhe me celular. E vërtet. Ke shumë energji elektrike, duhet bërë shkarkimi dhe duhet bërë nëpërmjet tokëzimit. Ja çojmë tokës në një farë mënyrë atë energjinë që kemi, na jep. Toka të pastron, toka quhet si nëna jote, si më thënë, je në krahët e nënës tënde. Të pastron toka falas për çdo kënd, të pastron energjinë e trurit në kokë, në mendime, dhe ndihesh shumë mirë dhe lidhesh me elementin tokë. Shumë e vërtet në fakt, sepse jo rastësisht kur dalim në natyrë,
kemi një energji komplet tjetër. Nëse unë jam brenda në shtëpi dhe... Ose në një studio. Ose në një studio, dhe kam këtë energji mbase negative pak për të mos të negative, po këtë energji që s'është mjaft e mirë, në momentin që del në natyrë, në fakt shqetësohesh. Pa e ditur se si ka ndodhur. Pa e ditur se si, sepse ne jemi pjesa natyrës. Ne përbëhemi nga 5 elementet e natyrës. Trupi ynë përbëhet nga toka, që janë kockat, ujti, lëngjet, gjaku, ajri që marrin frymë, zjarri, që është kur han ti buk, shkon ushqimi në stomak dhe tretet, është elementi i yti zjarr, edhe qielli që është çdo gjë që kemi rreth për qark. Shumë interesant. Akash, eteri. Po. E pam ylberin në disa fotografi tuaja, dhe ti e përmende që këtu jam duke medituar dhe pash ylberin. Cili është në fakt simboli i kuptimi i thellë i ylberit? S'ka bërë ndonjë pyetje në fakt në televizion. Je para. Është shumë pyetje mirë. Unë jam stërvitur nga profesori Petrozhej për gjuhësi, për shqipen sidomos, për gjithë gjuhët e Europës, me thënë drejtën, kurse Guru Prashant Trivedi më ka dhënë një dituri të jashtëmase. Më shumë. Ose këto gjëra që mësova në teori tani bëj praktik. Dhe ylberi do thot yll është yll, ship, beri është bjer. Pra ylli bjer. Pra kjo është në shqip. Po të shkojmë në diturin tjetër të Vedikës, që dhe ky meditim i Lotus Ocean është meditim vedik të cilët unë e kam zbuluar që e përdorin pra dhe pelazgët shqiptare të lashtë në gjithë Ballkanin dhe madje edhe në Europë, Ballkan sidomos. Dhe dituria vedike ose kozmologjia vedike thot, mitologjia vedike thot që ekziston një mbreti perëndive në Parajs, që quhet Indra, dhe ai vjen, domethënë, ai e bën ylberin. Me zanat që e qëndisin bukur me ngjyrat e tjera, që janë zanat, apo jo? Në mitologji, okay? Në fakt, unë mendoj që është dhe vërtet. Se mit nuk do të thot gënjeshtër, mit do të thot në fakt origjina e gjërave. Ka gjithmonë gjërat vërteta dhe, domethënë, pse e bën ai këtë? Ylberi është përkulje. Është sikur një njeri që përkulet me gjunjët, që përkulet. Pra, mbreti perëndive përkulet tregon nëpërmjet ylberit, ne mund ta shohim me këtë frekuencë me sy tan, pse kur hyrnia ose Zoti bën diçka për njerëzimin, kur njerëzimi nuk e meriton. Okej, pra në momentin që është mëshira që domethënë si e bëri ky, është edhe kështu tregohet në Vedat. Pra ylberi është dhe shqip bjerë në gjunjë. Po. A ngjyrat e ylberit çfarë? Ngjyrat e ylberit janë 7 ditët e javës, janë 7 çakrat. Po. Fillon me të kuqen, mbaron me blun. Kuqa është elementi tokë. Ke shumë 7 gjëra, 7 ditët e javës. Për shembull, fillohet nga dielli, në fakt, dita e parë sipas Vedave është e diela, që do thot dielli, zotërohet nga dielli. E hëna është hëna. Po. Që ke qefti? Po. E marta është Marsi. Mërkura është Mërkuri, planeti. Pra, ditët simbolizojnë planetet. Sepse në fakt atë ditë drejtohet nga i planet. Si thua, edhe për shembull, të gjithë enjtja e verdhë e Jupiterit, e premtja është Venusi, premte, Afrodita. Do të thënë, shën premte kemi neve një në veri të Shqipërisë, akoma e festojnë shën premte. E premte sepse është Venusi që zotëron të premten. Prandaj quhet shën premte, që as ata vetë nuk e dim pse. Po. Festohet po që nuk dihet. Festohet po nuk brezi. Ato e festojnë në fakt brezi ylberit. Ka një brez të shën premtes, që është me 7 ngjyra, që është fakt ylberit. Sepse e premte ka gjithë ngjyrat. E shtuna Saturni. Interesant. Saturni nga fjalët e huaja, le të themi po. Domethënë të lashtët e dinin këto gjërat. Pra gjithë të diturinë që unë mësoj tek meditimi Lotus Ocean nuk është vetëm mbyllësh sytë edhe po. Janë më të thellë, por ke dituri, ke trup të qëndërzuar dhe rregullon frekuencat e zërit tënd, mendjen e balancon. Sepse mantra do thot man-tra. Man do të thot menje, mind, në anglisht, në gjithë gjuhët e botës, në përgjithësi, në sanskritisht mana. Pra, kur ti thua një mantra, nga qendra e gojës tënde, që do thot ti po mediton, ti gjithashtu
balancon menjen, mendimet e tua. Dhe kjo është vetmja mënyrë për të balancuar mendimet. Overthinking që e përmendëm. Edhe gjë praktike dhe çdo kush mund ta bëjë. Dhe në fakt është e thjeshtë. Por duhet mësuar cilat janë mantrat. Dhe ne i themi në shqip, sepse duhet thënë në një gjuhë që ti kupton më mirë. Për ta kuptuar dhe truri jot edhe. Truri jot një herë ta kuptoj. Çfarë po thua? Rezaton vibracione shumë mira dhe universi të shikon edhe të thot bravo, Leli Ylber ose Zogjt, domethënë ke një lidhje tjetër më të afërt me natyrën. Dhe njerëzit janë të ndarë nga natyra, shumica e njerëzve. Prandaj kanë probleme. Kur je lidhesh më shumë me natyrën, me universin, ti nuk ke probleme. Një njeri që është i lidhur me 5 elementet e natyrës nuk mund të jetë kurrë në depresion. Shumë interesant. Dhe në fakt ne po largohemi, kjo është e vërtetë që ne po largohemi natyrës. Edhe për shkak se jetojmë në vende që sa më shumë betonizimi po bëhet pjesë e jetës sonë, po edhe largohemi natyrës, e dëmtojmë natyrën dhe janë. Dhe neve profesor Petër Zhej ka një aforizëm të bukur, ndarja, ndyrja. Pra ndarja ose dam, dëm. Dam, pse janë këto dy fjalët? Janë në njëjta fjalë, po kanë dy kuptime të ndryshme. Por në fakt sepse ndarja nga natyra, nga hyjnorja, të çon në ndyrjen e shpirtit. Vuajtjet e këto gjërat. Edhe fizike, edhe mendore dhe shpirtërore. Por është e mundur të bëhet kjo rilidhja. Përsëri dhe pikërisht kjo është një nga qëllimet tek meditimi lotusoshën, si ta bësh këtë. Si mos kesh probleme, si të shërohesh në fakt edhe me gjërat fizike, sepse diksioni duke folur nga qendra e kohës është shërim, është meditim, është praktike. Edhe është më e lashta, është mbi 5000 vjeçare e lashtë. Në fakt këto simbolet e meditimit lotusosh mund merren dhe me gjuhën e simboleve, këto simbolet vedike, si thuash, i përdorin dhe pellaskët tanë dhe unë i kam parë tek xhubleta, plisje, këto gjëra që i studioj. Madje kam bërë dhe video në shqip. Shumë interesante në fakt se si ndërlidh pjesën e meditimit sigurisht dhe këto mitet në fakt edhe me pjesën e gjuhës, pra edhe me atë që ti studion në shkencën e etimologjisë, traditat e lashta, sepse siç the kam gjetur edhe në xhublet këto gjëra. Do doja të kthehem pak te ajo pjesa sepse dua tash ta lidh. Unë jam shumë interesuar, kam pak informacione për astrologjin, po jam shumë e interesuar gjatë gjithë kohës për astrologjin. Edhe e përmendë dhe më thënë që është e diela është pra ditët e javës janë sipas asaj që është me planetet dhe me diellin me hënën. Ndikojnë energjia ta zëm nëse Venusi ishte e njëjtë e premte Venusi. E premte, shënpremte. Shënpremte. Nëse për shembull Venusi është energjia e Venusit si planet, ndikon në atë ditë? Çdo gjë ndikon. Absolutisht. Mund ta shpjegosh pak më thellë çfarë është për shembull, çfarë është energjia e Saturnit, çfarë është energjia e Venusit, nëse Po, patjetër, energjia e Venusit është që thuhet perëndesha e dashurisë, Afrodita Venus është e njëjta gjë. Po. Një njeri që ka energji shumë venusiane, qoftë mashkull apo femër, është më i sofistikuar, mund ta shikosh pak në kur flet, nga mënyra se si flet, si del zëri, për shkak mund ta dalloj. Po. Kur e di këtë energjinë, janë njerëz që janë shumë social, shumë shoqëror, e gjithashtu. Kurse njerëzit që kanë energjinë më tepër saturniane në horoskopin e tyre, janë njerëz më të disiplinuar. Shohin drejt, nëse thuhet një gënjeshtër ose diçka ose përballojnë, duan drejtësi shumë të madhe. Në anën praktike po flas. Po. Dhe për shembull një njeri është kombinimi i energjive është shumë i mirë në fakt të dish, po është shumë e komplikuar si shkencë. Për shembull nëse unë kam ascendent, një ascendent të shenjës astrologjike dhe Saturni gjendet, si më thënë, është planet kryesor, atëherë e shtuna është e mirë për mua. Të shtunën bësh gjëra të rëndësishme për veten ose gjësh më të mirë për veten. Për shembull, edhe numerologjia pastaj lidhet. Çdo gjë. Po, e folëm në fakt edhe për këtë pjesën edhe me numra dhe ishte shumë interesante. Do doja shumë që të kishim shumë kohë për t'u ndalur me detaje, por që po, do vish prap. Sa e rëndësishme është që në ditët e sotme jetojmë, unë e thash edhe më herët, jetojmë në një botë shumë dinamike, çdo gjë është shumë e shpejtë, ti e pe edhe vetë, domethënë, në momentin që erdhe dhe në shkollë, ushqimi është i shpejtë, çdo gjë funksionon shpejt dhe çdo gjë funksionon me stres. Pra njerëzit nuk e marrin atë kohën e duhur për të ngadalësuar gjërat dhe për të thënë, "Ok, kjo do mbaroj në këtë orar, kjo do mbaroj në këtë orar", po çdo gjë mundohet me shpejt dhe faktikisht i bëjmë stres vetes pa e menduar që e kemi stresuar veten. Sa e rëndësishëm është edhe meditimi në këtë rast. Duhet bëjmë patjetër 10 minuta në mëngjes këtë lloj meditimi lotusoshëm, unë e këshilloj, dhe në fakt unë jap çdo javë online falasësh. Dhe kemi në fakt dhe nga Maqedonia kemi studentë lotusoshëm. Dibra e Madhe, Struga, plot vende këtu, tetova. Dhe
do me thënë, çdo kush mund ta bëj, por 10 minuta të paktën të gjej një posturë të dur, të bëjnë toksimin dhe të thonë ndonjë mantra. Unë jam një qenie, unë i dua të mirën qenies time. Për shembull ta fillojnë me këtë. Unë dua të evoloj, unë nuk dua të përjetoj dhimbje, unë dua të përjetoj gjëra të mira. Këto janë disa afirmime, po kur thua unë dua do thotë jep universit shenjë që shikoj unë dua të shkoj drejt kësaj gjëje. Por duhet ta thuash me zë dhe jo ta mendosh. Po e mendove nuk pin ujë fare. Sepse mendja është ka shumë elementare si era që fryn. Ka shpejtësi, të ikën mendimi, se mban mend çfarë mendove, nuk pin ujë. Nuk ka një bazë, nuk ka një qendër, nuk ka një shtyllë. Kurse trupi yt, zëri yt ka një shtyllë, shtylla kurizore. Aty ku janë gjithë çakrat, aty ku janë gjithë gjëndrat kryesore. Atë duhet punosh, çdo njeri ka për detyrë që ta qëndërzoj këtë gjë. Të qëndërzoj trupin, atëherë balancohet mendja automatikisht në mënyrë krejtësisht natyrale, pa sforco dhe pa u mbërthyer në botën mendore. Dhe unë jam shumë mirënjohës guru Prashant Trivedi që na e ka mësuar këto gjëra praktikisht. Dhe që më lejon mua të mësoj të gjithë studentët e Lotus Ocean, kudo në botë, në 3 gjuhë në fakt. Po. Shqip, anglisht dhe norvegjisht. Shumë interesante. Dua të ndalim te manifestimi, sepse folëm neve teksa ishim edhe bashkë më herët, e folëm edhe pjesën e manifestimit, sepse ka disa gjëra që sigurisht edhe feja dhe jo vetëm feja islame, po edhe të gjithë fejt në fakt e thonë që janë disa gjëra që janë të shkruara, fati ynë është i shkruar dhe nuk mund ta ndryshosh fatin. Por nga ana tjetër ka edhe pastaj edhe mistika që i thotë këto gjëra që ti mund të manifestosh gjërat. Nëse ti e kërkon diçka, ti në fakt mund ta manifestosh dhe ta arrish. Që në të vërtetë sigurisht edhe në jetën reale, sepse ti nëse kërkon diçka dhe punon për atë gjë, sigurisht që mund ta marrish, mbase janë disa gjëra që nuk mund t'i ndryshosh, fati nuk mund ta ndryshosh, mbase, po që janë disa gjëra që ti duhet të punosh për t'i marrë. Si funksionon puna e manifestimit? Manifestimi që nga fjala man, përsëri, do thotë mendje. Pra, dhe që të manifestosh gjëra duhet patjetër ta thuash me zë, pra mantra. Unë dua të mirën e qenies time, është diçka që ti dëshiron ta manifestosh. Edhe të mirën e qenies do të thotë qenia fizike, do të trupi fizik, shëndeti mirë fizik, balancë mendore, ti je gjithmonë në energji pozitive dhe brenda në mendje, edhe evoluim shpirtëror. Tani ti më the mua që pra pa e thënë nuk manifestohet asgjë. Dhe këtë e thotë dhe fizika kuantike. Domethënë unë krijoj, domethënë manifestoj sipas mendjes time, okay? Por është në fakt, manifestim është vetëm nga mantra, pra nga zëri, nga goja. Okay? Duhet ta thuash, nuk duhet ta vetëm ta mendosh. Tani, a kemi fatin e shkruar? Unë kam parë shumë horoskope dhe tani që janë futur, domethënë, jo tani, por këto vite që janë futur astrologjisë vedike, që është shumë e saktë, pra përsërit e vedike, sepse dhe meditim Lotus Ocean është vedik, që e kishim neve dhe në fakt u kam zbuluar që dhe neoplatonistët edhe këto që janë grek, nuk kanë qenë grek, kanë qenë gek, dhe përdornin astrologjinë vedike. Dhe në astrologjinë, në po të kesh horoskopin e dikujt, domethënë charterin, në bazë të ditës së lindjes e këto gjërat, aty në fakt astrologjia vedike shikojnë karmat. Domethënë, a ke sa karmat mira, si më thënë ke nga jeta e kaluar, se karma do thotë një veprim. Kry me, po ta bësh shqip. Karma dhe në sanskritisht do thotë një veprim, action. Domethënë e bën një veprim. Por ne kemi bërë veprime që në këtë jetë, në jetën më përpara, kemi shumë karma. Tani në bazë të këtyre karmave që kemi bërë më përpara, ne kemi hartën tani. Sepse çdo veprim ka një pasojë. Apo jo? Dhe kjo harta tani është si thuaç fati që unë kam krijuar fatin tim, ti ke krijuar fatin tënd. Të gjithë ne e krijojmë. Jo dikush tjetër na e ka bërë. Në rregull? Pra, fatin në një farë mënyrë e kemi të shkruar, por ti ke lindur tani këtu për të ndryshuar gjërat. Pra ardhmja nuk është e caktuar. Dhe ardhmja, sipas teorisë vedike, do thotë që tani deri në përjetësi. Pra edhe pas 100 vjetësh, pas 5 vjetësh, pas 300 vjetësh, do të kesh një ekzistencë dhe ajo varet nga veprimet që ti bën tani. E tana të ke tanishmja, kemi në fakt një mantra. Pra gjithë fatin tënd e ke tani. Edhe të kesh bërë dhe ku diun të kesh dhe ças kemi bërë ku e diun, që sipas llogaritjes së universit, karma e mirë quhet kur bën një veprim sipas në harmoni me ligjet hyjnore të multiversit. Karma e keqe është kur e thyen ligjet hyjnore të multiversit. Po njerëzit nuk dinë as ligjet hyjnore të multiversit, shumica i thyejmë. Dhe kemi ardhur tani për të ndryshuar gjërat.
Dhe pikërisht në qoftë se dëshiron të ndryshosh të ardhmen tënde për mirë, domethënë, qoftë që nesër, pas nesër, duhet patjetër të bësh këto gjërat bazë. Toksimin, të folur nga qendra e gojës, mantrave që janë ligjet hyjnore të multiversit, dhe lidhja me elementet e natyrës. Edhe ushqimi. Po. Dhe ushqimi temë shumë e rëndësishme në fakt. Unë i këshilloj njerëzve që të bëjnë vegetarianë, sa për kuriozitet. E di që këtu në Maqedoni do na sulen, por jo, pse? Në fakt po, është mendimi pse mendon, për shembull, pse ka shumë arsye, po do të jap pjesa, po. Do të jap një arsye më të fortë fare, sepse mishi i lopës sidomos, dhe detyra vjedike që po bëjmë ne këtu ishte përpara se të krijoheshin fet. Në rregull është 5000 vjeçare tutje. Njerëzit në kohë të arta. Tani në këto 5000 vite kemi qenë në epokën Kali Jug të errësirës. Edhe tani po po ndryshojnë epokat. Prandaj po dalin gjithë këto dituri dhe njerëzit që dëshirojnë të dalin nga kjo botë dhimbjeve, si më thënë, duhet patjetër të kryejnë këto veprime që thash, por një tjetër është dhe vegetarizmi. Toka do të thotë, pra kur di gjuhën, di dhe kuptimin e brendshëm të asaj, sepse të lashtët i ka ruajtur diturit në gjuhë. Po. Se dini që do vinë epoka e errësirës dhe ta lëmë në gjuhë pak të një dëshmi. Edhe gjuha është dëshmia më e madhe. Shqip është, domethënë, akoma shumë qartë. Toka do të thotë tekau. Në gjithë gjuhët e botës, toka, Gaia, që është perëndesha e tokës, gjasme greke, Gaia do thotë gau, kau. Vitulus quhet Italia, pastaj V-ja në luftrat u hoq, u quhet Itulus, Italia quhet vendi viçave. Kau, vici, lopa. Pra, kur neve therim lopët, jemi kundra tokës. Toka shihet si energji është nëna jonë, perëndesha e tokës, si thua, që ka këto emra Gaia, toka, kudo në gjithë botën, do të thotë në simbolik jepet si një lopë. Dhe kur theret për shembull mishi i lopës dhe viçit ka karma shumë të këqija dhe paguajnë gjithashtu jo vetëm në këtë jetë, por edhe pas vdekjes. Këto dhe lidhje gjuhësore, lopa, llapa, Gaia, toka, goja, voçe, viçi, voçe dhe zëri, vaka, domethënë kudo ku të shkosh, po them tani për 2-3 fjalë. Ka lidhje edhe me fjalët. Ke njerëzit që therin shumë lopë ose që janë shumë mishgrënës ose nuk duan të ndryshojnë ose kanë keq, në jetën tjetër mund të lindesh me mec ose këto probleme. Ka lidhje karmike shumë të keqe. Mishi i lopës ka lidhjen është karma më e keqe, sepse je kundra tokës. Dhe toka i prodhon gjithë ushqimet që ne hajmë, apo jo? Po. Dhe neve domethënë kjo e lopës është karma më e keqe. Dhe sigurisht njerëzit gjithë kemi lindur në familje mishgrënëse. Po. Por pak nga pak, domethënë në mënyrë natyrale njerëzit që kanë dëshirën të evolojnë shpirtin e tyre, të pastrojnë çakrat dhe të mos kenë kur probleme psikologjike dhe këto gjërat, të paktën avash ta zvoglojnë mishin e lopës apo viçit që mbahet në fakt te ne shqiptarët si më i miri. Po, fatkeqësisht. Po, dhe përdoret shumë, sigurisht përdoret shumë. Po pastaj është edhe ajo pjesa që njerëzit domethënë arsyetojnë me atë pjesën që është sistemi i si është ajo sistemi i ushqimit edhe po, jo, në fakt është gabim sepse nëse theren kafshët, krijohet një energji shumë e keqe dhe në fakt thuhet që luftrat, një nga arsyet që pse luftrat krijohen, që do të thotë sakrifikimi i njerëzve për të balancuar energjinë e therrjes së kafshëve. Dhe kur domethënë nuk do të ketë paqe midis njeriut dhe njeriut, nëse s'ka një paqe midis njeriut dhe natyrës. Gjithashtu dhe kafshët. Pra dhe kafshët kanë shpirt brenda. Animale do të thotë animal, anglisht, anima do të thotë shpirt. Kafsh do të thotë ka afsh. Sigurisht që kanë edhe ato. Ka shpirt brenda. Domethënë ka emocione dhe gjëra. Dhe po e there, shikoj, nëse ajo e therr dhe nuk e lë të jetojë, një kafsh mund të evolojë, siç theti evolimi, për shembull, nga një kështu bëhet elefant, nga kjo mund të bëhet nga tigër mund të bëhet kjo e tjerë, kanë evolimin, pra shpirti mund të futet në trupin e kësaj kafshë, evolon, dhe nëse e therim, ne nuk evolon dot, do vi prap. Domethënë ne i pengojmë njerëzit në ditët e sotme, që janë mish, i pengojmë dhe evolimin e kafshëve. Pra dhe është karme keqe edhe në këtë aspekt. Plus ka dhe karma, domethënë pas vdekjes që njerëzit nuk e dinë, po të dinin, jam e sigurt që do t'i lini mishin për një sekond. Do të bëhen vegetarian. Unë e di që brezi i arshëm do bëhet vegetarian, as diskutohet.
Kjo do të jetë sigurisht edhe për të mirën e natyrës. Afrodita, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pastaj do të rikthehemi sepse dua të ndalemi pak edhe tek pjesa mistike, disa parashikime e gjëra në fakt të cilat ne biseduam pak më herët dhe jam shumë kurioze ti di, kështu që do të shkëputemi për pak dhe rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me Afrodita Zajan, me të cilin flasim sigurisht për meditimin, por edhe gjëra të tjera të cilat janë në lidhje me astrologjin, por gjithashtu edhe me mistikën dhe tani do të ndalem Afrodita tek një gjë që ne e biseduam pak më herët, por që nuk për shkak të bisedës që e kishim të shkurtër për ta sqaruar pak më tepër. Merres sigurisht edhe me këtë pjesën e mistikës, pra me studimin në një farë mënyre të mistikës, të gjërave që flite sigurisht që po. Dua diçka, domethënë që është shumë shpesh diskutohet, qoftë në media, qoftë te njerëzit, këto parashikimet që bëhen, siç është edhe parashikimi i Baba Vangës, që është një personazh që thuhet që ka parashikuar shumë gjëra, disa gjëra kanë dalë dhe së fundmi në fakt folet shumë për pjesën që ka parashikuar se në botrorin e 2026-s apo botrori është këtë vit, po. Do të ketë diçka shumë madhështore. Në qiell do të dalin dritat, gjërat pazakonshme. Çfarë mendon ti për këtë? Çfarë mendon për parashikimet? A mund të parashikohen perspektivën vedike, po patjetër. Në fakt gjërat mund parashikohen. Dhe një njerëz thjesht, jo vetëm Baba Vanga, që mund ta quajmë Nona Vanga, sepse është grua, ishte grua. Mund bëj parashikime. Dhe një njerëz thjesht, unë njoh shumë njerëz që në ëndër mund të shikojnë diçka që do mund të dalë. Nuk është diçka e jashtëzakonshme. Në rregull? Por edhe Nostradamusi dhe Baba Vanga janë emra që kanë dalë pak më në famë, që parashikimet e tyre kanë dalë. Në fakt dhe Nostradamusi ka thënë për shqiptarët. Çfarë ka thënë? Po, çfarë? Ka thënë që nëse deri në vitin 2000 shqiptarët do ekzistojnë si kombë, si gjuhë etj, do bëjnë namin e botës. Okej. Do bëjnë nam në botë. Kjo po del, apo? Edhe kjo po del, në fakt. Dhe do dalë më shumë, do ta shikojnë për qartë të gjithë brezat që do vinë. Po le të kthehemi tek Baba Vanga, Nona Vanga. Te parashikimi. Parashikimi. Në fakt, unë diskutova këtë me gurun tim, pra Shantri Vedi, sepse për të qenë e sigurt fare. Dhe në fakt ai më dha një perspektivë vedike që është shumë e logjikshme dhe është me të vërtetë. Tani këto dritat në qiell që Baba Vanga i parashikon, kanë filluar dhe kanë ndodhur dhe në vendet e tjera. Në Indi, në Brazil, në Itali, në Angli, kanë ndodhur. Mund të ketë ndodhur në Shqipëri, po si kanë filmuar. Thjesht vjen çfarë drita, gjithë qielli, bëhet me ato dritat, ose dhe rret bën një gjeometri shumë të bukur të saktë. Në qiell bën rret, në crop circle që bëjnë që në 4 do i vullosin. Pra ka ndodhur në fakt, por edhe mund të ndodhë në botrori, nuk është ndonjë gjë e madhe. Po çfarë tregon kjo? Kjo tregon në perspektivën vedike që jep përgjigje çdo gjëje. Dituri vedike do thotë dituri e vërtet në gjitha kohrat. Okej? Tani e kaluarën dhe të ardhmen. Dhe dituria vedike thotë që do ndodhin këto gjërat, që kanë ose zhurma në qiell, trumpet në Ukrainë biles ka ndodhur. Janë ca gjëra, domethënë gjërat paranormale. Okay? Paranormale do thotë normale e parë. Po, okay. Në fakt, për ne sot nuk janë normale. Dhe kjo tregon ndryshim të epokave. Juga paravarta e quajnë, ka dhe emër ato biles për këtë. Pra ndryshon epoka. Epoka Kali Jug që ka qenë epoka e errësirës, do vi epoka e artë, do vi epoka e mirë. Po jemi në tranzicion tani. Edhe mund të ndodhin këto gjërat, këto gjërat tregojnë që po vjen koha e artë. Dhe i tregojnë pse ta shikojnë gjithë njerëzit tek botrori, kështu nëse ndodh. Po. Pse? Në mënyrë që ta bëjnë të qartë, hey, shiko, po vjen koha e artë dhe ti duhet bësh një zgjedhje. Dëshiron të marrësh pjesë te kjo koha e artë, ta trashëgosh tokën? Të evolosh? Se koha e artë nuk do jetë tani, do jetë ndryshe. Njerëzit do jenë vegetarianë, do jenë qëndruzuar, do jenë të lidhur me hyjnorën, kupton? Shumë të ditur. Dhe ata që nuk duan, nuk do hyjnë dot. Edhe është një paralajmëri që shiko, duhet punosh me veten, duhet të zbulosh kush je ti, zbulo më shumë për qenien tënde, kemi dituri. Pra këto janë shenja. Okej? Dhe kemi pra 4 epoka sipas vedikës. Dhe ne jemi tek një epokë dhe po ndryshojnë. Edhe luftrat edhe këto gjërat. Po. Protesta në Shqipëri. Protesta në Shqipëri, po. Ka pasur në fakt edhe parashikime, domethënë Baba Vanga, pikërisht kjo që është folur shumë, që ka parashikuar se do të ketë edhe një luftë të tretë botërore. Po. Si e sheh ti? Lufta do ketë. Ka filluar këto vite dhe do shtohet më shumë. Prandaj njerëzit tani është duke bërë dhe kjo ndarja, jo vetëm lufta e gjërat negative, është duke bërë ndarja në kuptimin që njerëzit që do punojnë dhe do evoluojnë me veten,
që do punojnë me veten, të thuash mantra, të bësh tokëzimin, të ndryshosh mënyrën e jetesës, mënyrën se si çfarë han, okay? Që do ndikon tek mendja jote. Ti po evolon, atëherë ti do futesh te kategoria e njerëzve që do futen tek epoka e artë dhe nuk do t'i kesh këto luftra dhe këto gjërat. Nuk do të përjetosh si përjetojnë tjerat. Madje natyra do të mbrojë, domethënë se jo vetëm luftrat, ka dhe shkatrime natyrore. Po. Tsunamin e pam ishte në Japoni para 2 ditësh. Dhe shumë vende të tjera, Greqi, shkatrime natyrore, dhe shkatrime natyrore dhe luftrat. Është pastrim në tokë që do ndodh. Por është për mirë në mënyrë që do vinë kohë të ardha dhe është për t'i inspiruar njerëzit që të punojnë me veten. Dhe pikërisht kjo është dhe një nga arsyet e bisedës time sot, që njerëzit fillojnë të çojnë pak nga gjumi dhe të evolojnë të paktën thonë unë dua të evoloj, unë dua të dal nga dhimbja, nga tortura, nga gjërat negative, dua të përjetoj gjërat mira, dua të përjetoj kënaqësi. Dhe dua dituri. Të paktën ta fillojnë nga këto vetëm me tokëzimin është fantastike fare këtu në Maqedoni, po të fillojnë pak nga këto gjëra. Po, për ta prekur pak më shumë tokën apo natyrën dhe për të qenë më afër natyrës. Lidhur me tokën, sepse inteligjenca vjen nga natyra. Natyra punon me, ja për shembull sa të bukura janë ato? Me numri Fibonacci, raporti art ose Zarzavatit, ke parë ato format që janë. Ju keni edhe prizma. E keni me formë geometrike emisionin. Po, në fakt i kemi dhe këto. I keni, se unë kam qenë mësuese matematike, para shumë vitesh, shkollës të lartë në Norvegji, dhe natyra punon me raportin e art, domethënë punon, natyra është matematikë. Është matematika më avancuar në planetin Tokë. Pra, kur neve lidhemi me tokën dhe bëjmë tokëzimin, edhe një shenjë për ulje nënës tokë, që po të mban, qofse ajo s'do të mbajë të hap një grop edhe. Po. Shkatrimet natyrore, ose pra të lidhesh me nënën tokë, domethënë me një shenjë për ulje, sepse toka është më e fuqishme, natyra është më e fuqishme, tsunami, deti. Kur ti ke një shenjë për ulse dhe tregon që dua të lidhem më shumë me natyrën, atëherë natyra do t'japi inteligjencë, do t'japi inteligjencë, domethënë do t'japi më shumë dituri, do të hapi më shumë rrugën drejt evolimit dhe lidhjes me hyjnoren. Sepse natyra quhet, elementet e natyrës quhen pra shumë e lidhur me hyjnoren. Kurse njerëzit që janë më poshtë duhet lidhen me natyrën që të fitojnë logjik, që të lidhen me më shumë me hyjnoren. Me hyjnoren. Shumë interesant në fakt dhe desha të pyes sepse kur i përmende pra këta le të themi rrënimet natyrore ose këto tërmetet, tsunamet, këto gjëra, në një farë mënyrë janë përgjigja e natyrës ndaj asaj që ne i bëjmë natyrës, apo? Bravo. Po, kjo domethënë shpjegohet në këtë rast. Po, në këtë situatë. Domethënë, desha pastaj ta lidh edhe pak me shkencën. Janë disa gjëra që shkenca i thotë, që pastaj i thotë edhe mistika, apo pastaj i thotë edhe feja dhe që mbase shpesh ndodh që nëse i analizon thellë, lidhen njëra me tjetrën dhe mban ujtet e gjitha, por që thuan në mënyra të ndryshme. Si e sheh këtë gjën që çfarë thot diçka shkenca dhe çfarë thot mistika? Ka një ndërlidhje, ka një lidhje njëra me tjetrën? Të gjithë shkencat lidhen me njëra tjetrën. Mitologjia, natyra, matematika, kemia, fizika, të gjithë lidhen me njëra tjetrën. Dhe kjo quhet dituria vedike. Pra dituria ishte një më përpara. Pastaj u bën ndarja. Sot kemi matematikë, kemi këtë. Unë ndër të tjera merrem dhe me shkencën dhe në fakt profesori Petrozhem ka prezentuar shumë mirë me fizikën kuantike dhe në krahasim me fizikën klasike, me këto gjërat, por dhe duhet di shumë gjëra për të sqaruar një gjë. Po, në rregull? Po kjo është shumë për natyra, shkatrime natyrore, thuhet që një tokë që ka i therin lopët, domethënë ajo do të ketë tërmete. Po të shkojmë në shkencë pak në gjuhësi terra, toka, e therr, e thar, jo ujë, domethënë tokë. Po, e thar, po. Moto, lëvizje, dhe torës, po të shkojmë në astrologji, pra si kalon nga një shkencë në një. Po. Torës është demi, dhe demi është elementi tokë. Toka, demi, buall. Bu është perëndesha e tokës, gjithashtu. Bu. Bumi, tek filmi Avatar, që ke parë ato vizatimor, bumi është ai i tokës. Sepse çdo gjë është lidhur me njëra tjetrën. Në të gjithë shkencat, në qoftë se është e vërtet në të gjitha shkencat, atëherë ajo është e vërtet pa kohë.
që është një ligj hyjnor multiversit. Shumë interesant. Në fakt, vërtet ka shumë gjëra të cilat mund të bisedojnë dhe unë do doja Dhe shumë në që të numerologji kem. kudo. Po, do doja shumë që të të kem sërish dhe për të vazhduar sigurisht temën, por jemi në fund të emisionit, kështu që do doja vetëm shkurt një mesazh për të gjithë ato të cilat na ndjekin, që duhet mbase nëse e ndjejnë veten shumë të stresuar, shumë të ngarkuar, pse duhet që ta fillojnë edhe meditimin Lotus. Po patjetër mund të vinë, i bëjmë thirrje të gjithëve, mund të vinë, është online, në WhatsApp, në Zoom, është falas. Unë, domethënë, sepse unë jam në Norvegji për shembull, dhe kudo mund të lidhen, dhe unë i jap mesazh që të fillojnë të tunden pak. Të mastrinë në gjumë, por të bëhen të zgjuar. I zgjuar do thotë një njeri i zgjuar që është inteligjent, por edhe i zgjuar nga gjumi. Ka dy kuptime. Pra që nuk flen. Që nuk po flen. Po të flesh tani, domethënë, edhe këto shkatrimet natyrore, se këto gjërat janë si alarm, apo jo? Në mënyrë që të bëjnë ty që ti të zgjohesh pak. Pra i bëjmë thirrje, mund të zgjohen dhe të paktën vetë nga shtëpia vet, mund të bëjnë tokëzimin, që është shumë e thjeshtë, përmendëm, dhe të fillojnë ushqimet, kenë kujdes pak çfarë han. Dhe mishin unë i këshilloj ta paksoj, sigurisht ato do bëjnë çfarë të duan. Po, sigurisht, por ti mesazhin tënd e jep atë që mendon. Dhe da të shikojnë natyrën si, domethënë, qenie të gjallë, nuk është vetëm dhe ose kështu, por është qenie i gjallë. Domethënë trupi është dheu, por ka një shpirt. To që është përëndesha e tokës, për shembull. Të lidhen pak me tokën, të lidhen me gjuhën shqipe, që ka dituri brenda, gjithë dituria vedike hyjnore është brenda shqipes. Shumë interesant dhe në fakt ky është mesazhi më i rëndësishëm që duam të përcjellim, sidomos kur bëhet fjalë për natyrën, sepse ne shumë jemi duke i dëmtuar natyrën, ne jetojmë në këtë vend dhe i hedhim beturina gjithandej, mundohemi të presim ndrujt kudo që shohim vetëm për të ndërtuar beton, dëm që i bëjmë natyrës, por që kemi filluar pak edhe me protestat në Shqipëri u tregua që kemi filluar mbase ta ruajmë natyrën dhe ta dimë vlerën e natyrës që ne kemi, kështu që është një mesazh shumë i mirë. Afërdita, unë të falenderoj shumë për pjesëmarrjen tënde në emision, të falenderoj shumë që morë gjithë atë rrugë për të ardhur pikërisht këtu, ishte shumë kënaqësi dhe nder për mua dhe shpresoj shumë që të kemi rastin edhe për intervistat të tjera, pse jo. Patjetër, ishte një kënaqësi edhe për mua, shumë bisedë e këndshme dhe e lirë. Po. Do të vi përsëri sigurisht, nëse më fton. Patjetër që po. Faleminderit shumë.